Minatorët e gigantit metalurgjik Trepqa akuzojnë menaxhmentin se nuk po I paguan për punën që bëjnë gjatë fundjavës, siç parashihet me ligj. Për këtë, rreth 300 minatorë kanë filluar procedura gjyqësore për mjetet financiare që u takojnë. Avokati Avde Ademi, që përfaqëson ata, ka thënë se për këtë çështje kanë arritur marrëveshje me ndërmarrjen. Afërsisht konsiderohet që rreth 300 persona mund të quaj që kanë fillu procedurën për kompenzimin e vikendeve përkatësisht ose diferencave në vikend, për shkak se ligji I punës në 156 parashet që për punën të cilën ata realisht punojnë gjatë vikendeve, duhet mu pagu me plus 30%. Shuma që pretendohet mesatarisht një punëtor me I fitu është rreth 2.000 euro. Ademi thot se marrëveshja nuk po e respekton ndërmarrja Trepqa, ndërsa tregon se kompenzimet do t'u takojnë vetëm për 3 vjetët e fundit. Retroaktiv është 2021-2023 për periudhën kohore për cilën ata nuk e kanë marrë që diferencën për vikende. Shuma që pretendohet është rreth 2.000 euro për person, kjo është arrit me 2 këste mu pagu, këstin e parë vetë se kemi fitu përmes procedurë përmbarimore, tash kësti dytë, në rast se nuk e respektojnë, prapë do të iniciohet procedurë përmbarimore, dhe përkatësisht mas 1 qershori 2025. Ish kryeshefi ndërmarrjes Trepqa Ferhat Shala thotë se në këtë gjigant metalurgjik nuk ka punë të mjaftueshme për të punuar gjatë fundjavës. E them me përgjegjësi plot, atje nuk ka punë të mjaftueshme gjatë ditëve të rregullta të punës e lera më vikendit. Vikendit mund të jenë vetëm objektet vitale që duhet të kenë kujdestari dhe mirëmbajtje. Nuk ka asnjë arsye me këtë kapacitet dhe me këtë organizim që janë që të punohet vikendeve. Shala ka kritikuar menaxhimin e kësaj ndërmarrjeje për mos punë. Atje nuk ka menaxhim të mirëfillt. Nuk e njeh askush askënd dhe askush nuk e din cila është detyra primare, sekondare apo punë tjera. Dhe tashmë grupet e interesit, të cilat e dominojnë Trepqen, të vendosura nga strukturat menaxheriale të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, janë në luftë të hapur mes veti dhe kush sa merr me ditje më shumë dhe asgjë tjetër. Linjat e prodhimit janë krejtësisht jashtë funksionit. Për mos kompenzimin e punës në vikende dhe për procedura gjyqësore nga minatorët, koha ka dërguar pyetje në ndërmarrjen Trepqa, mirëpo deri në publikimin e këtij raporti, në këtë ndërmarrje nuk kanë kthyer përgjigje.